Arben Fetaj në Klik Plus njoftoi se pas shpalljes së zgjedhjeve lokale nuk ka pasur aktivitete partijake, por diskutimet për unifikimin e koalicionit Vlen kanë qenë intensive që nga nëntori. Ai theksoi se një nga opsionet që po shqyrtohet është zgjedhja e një kryetari me rotacion. Sipas Fetajit janë hartuar disa dokumente që përcaktojnë parimet dhe rrugën drejt unifikimit të Vlenit. Po shemi, në këtë drejtim, unë e thash, për momentin, prej shpalljes së zgjedhjeve lokale, nuk ka patur aktivitete në nivel të partive politike. Njëra nuk e përjashton tjetrën. Mund të jetë një kryesues, një kryetari zgjedhur me rotacion, apo jo. Kjo është një nga opcionet që diskutohet. Unë natyrisht që i kam mbledhur strukturat e mia, koordinator, funksionar, kryesinë e kështu me radhë, dhe kemi diskutuar në vazhdimsi zhvillimet në kuadër të koalicionit drejt unifikimit pra të koalicionit Vlen. Në këtë drejtim, dua të them që diskutimet kanë qenë kogja intenzive nga nëntori e kënde, janë hartuar disa dokumente. Fetaj për çështjen e liderit tha se pasi të dakordohen premisat mund të bëhet edhe ajo zgjidhje. Sipas tij, secili prej liderëve është më i mirë se tjetri. Shifni, këtu është çështje, e thash, çështje e konsensualitetit. Për mua, kjo është çështja që duhet të zgjidhet krejt në fund kur t'i dakordojmë të gjitha këto premiset tjera që i dakordova. Unë nuk kam preferencë për një model apo tjetrin, është çështje që duhet të dakordohet në tavolinë, mbas dokumenteve. Po cilin do përkrani atëherë, pavarësisht nëse keni preferencë apo jo? Ju do të përkrani një model. Qoftë një lider, qoftë dy ose rotacion. Secili prej katërve, aty është më i mirë se tjetri. Duke diskutuar rreth informacioneve se ka marrëveshje mes Meqitit dhe Kasamit që këta dy do të udhëheqin me Vlen, Fetaj tha se është spini BDI-s për ta përçarë koalicionin. Fetaj përmendi edhe parimet bazë mbi të cilat është formuar Vleni dhe të cilat sipas tij duhet të ndiqen edhe më tej. Fetaj mes tjerash tha se Vleni është ndërtuar mbi parimin e barazisë së 4 subjekteve, ku secili ka nga një çerek të përfaqësimit.